Gazetari francez ishte shumë i sinqert, ata nuk e njinin deri momentin e parë që kanë kërkuar në rrjetin e kompjuterik të themit policisë që kanë ndaluar, ka dalë person në kërkim ndërkombëtar, nuk është se e njinin. Elementi i parë i habis dhe gazetari francez e cilëson që konfirmova me burimet e mia pranë Ministrisë së Brendshme franceze, momenti i parë ishte dyshime për spionazh dhe konkretisht në sensin e Rusisë, por nuk është se kishte detaje pse Rusia. Gjykimi im personal është sepse në të moment, për shkak të situatës në Ukrainë, Rusia është targeti i çdo logjike spionimi. Ne kemi Iranin, ata kanë Rusinë, kështu që thjesht kaq. Arsyeja ishte prezenca e 3 elementeve gjurmëues AirTag në veshjet e tija, ta cilësoj se ka dalë ndryshe disa herë në raportime ndryshme. Ne e kanë qenë të 3 në veshjet e tija personale. Dhe ky element tjetër i ka bërë të dyshojnë që ai ka qenë i detyruar, pra dikush e ruante në distancë, pra Elmar Beqiri pilotonte avionin e tij personal të vogël, personal në sensin që është i vogël, pra 2 vëndsh, le të themi, në një trajtore të çuditshme, sepse ka bërë një trajtore relativisht të gjatë dhe ka kaluar mbi këtë centrale nukleare, i cili së fundmi ka qenë për lajmet franceze, konkretisht ishte pardje datë 28 sërish për shkak të një kontrate me një kompani të madhe franceze që do jetë ajo që do ndërtoj stacionin e dytë, teknologjisë dytë, lloji dytë, familja dytë, që quhet EPR2, që mendohet të lançohet në operacion në 2038. Pra është një zonë që ishte që në vitet 80 dhe diçka, s'më mend vitin fiks, e vënë në operim nga EDF, keshi francez, pra zonë historike, le të themi, e vjetër si centrale nukleare, me teknologji të re, që dyshohet që konkurrentët e tregut të energjisë nukleare mund të kishin interes për ta përgjuar. Ky ka qenë leximi i francezëve i momentit parë. Kur e kanë futur në sistem dhe u ka dalë personazh interesant në tregun shqiptar, ka ndryshuar disi situata për ata, sepse mendoj unë që s'u ka bërë përplasje, s'u ka bërë sens logjika e spionazhit. Puna tyre si do ta hetojnë, mendoj që janë dhe ata në hapat e para, nuk besoj se ka diçka për quajtur në konkluzione. Kaq është, nuk është se ka pas detaje të tjera që bini në sy. Ato aparatet e përgjimit janë aparatet që në fakt janë vetë për vetë përgjimin dhe për ambientin rreth rrotull ku qëndron me ato aparate. Në përgjithësi shërbejnë sigurisë personale. Janë vetëm për lokalizim. Po pra,